Të nderuar shikues, kemi ndjekur kështu edicionin informativ të orës 15 dhe në vijim u rikthyem në studio për të vazhduar në pjesën tjetër të pasdites, konkretisht me personalitetin e ditës së sotme. Me që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, do të flasim sot për agjërimin, por nga një kënd vështrim tjetër, pra se si ndikon agjërimi në prizmin psikologjik apo në atë psigjik. Dhe të marrim sigurisht ato këshillat dhe porositë e nevojshme për të pasur një muaj të agjërimit dhe njëkohësisht të edukimit edhe të shpirtit ton. Për të folur për këtë temë në një linjë të drejtë për drejtë do të kemi psikologen Hatixhe Sefa. Përshëndetje e nderuar dhe faleminderit që kontribuoni për emisionin ton. Përshëndetje, faleminderit nga ju për ftesën. Do të flasim sigurisht për atë se si ndikon agjërimi mbi psikologjinë e individit, por fillimisht përpara kësaj të bëjmë një rezume të shkurtër në lidhje me atë se cilat janë të mirat që sjell agjërimi ose abstenimi nga ushqimi për një kohë të caktuar, prej syfirit deri në iftar, në shëndetin e njeriut në përgjithësi. Normalisht që është e thënë disa herë dhe besoj që asnjëherë nuk thuhet gjithçka për rreth dobive të cilat i sjell agjërimi. Ato janë të shumta dhe ndikojnë domethënë në të gjitha sistemet, në të gjithë organizmin e njeriut i cili agjeron. Unë do ndalem kryesisht në pjesën e anës psikologjike të dobive të agjerimit. Ajo për cilën ne kemi njohuri dhe jemi dëshmitar edhe nga vetvetja apo edhe nga rastet të cilat i trajtojmë, është se agjerimi dukshëm redukton ankthin dhe stresin tek të gjithë besimtarët të cilët agjerojnë. Po ashtu, domethënë ndikon në prodhimin e më të madh të dopaminës, e cila rrit domethënë nivelin e humorit dhe disponimit tek personi. Gjithashtu ndikon në tajimin e një hormoni i cili ul nivelin e kortizolit dhe ndikon në, siç e thash edhe më herët, uljen e stresit tek individët. Po ashtu në aspektin e mirëqenies emocionale, domethënë një person i cili është agjerueshëm gjithmonë shihet më pozitiv, më i aftë, më shumë i përqendruar, më shumë i vetë kontrolluar, i vetë përmbajtur dhe ka domethënë një sër dobish, një numër të madh të përfitimeve të cilat na i sjell jo vetëm abstenimi nga ushqimi, por edhe abstenimi nga disa veprime të tjera të cilat një person i cili agjeron i largon nga vetja e tij. Po, do të thënë, përveç të mirave që sjell në shëndetin fizik, agjërimi sjell dhe të mira në psikologjinë apo në pjesën psigjike të individit. Pse ndryshe e quajmë dhe recetë hyjnore? Ju psikologët ndoshta këtë pjesë më mirë mund të na sqaroni. Pse quhet ndryshe agjërimi recetë hyjnore? Sigurisht që recetat jemi mësuar t'i marrim nga mjeti, por kjo lloj e recetës vjen pikërisht nga vetë Zoti dhe quhet recetë hyjnore se fillimisht domethënë ndikon në aspektin shpirtëror. Individi i cili agjeron përfiton një qetësi, një stabilitet emocional, një stabilitet të përgjithshëm, domethënë jo vetëm emocional, por edhe në të gjitha fushat e jetës së tij, qoftë sociale, domethënë një individ i cili agjeron është shumë rrallë, e mundshme që ai të fillojë zënkat apo të reagoj me si nevrik në situata të ndryshme. Domethënë është një recetë e cila me vetë ajo vetë përmbajtja apo vetë kontrolli të cilin e bën individi e ndihmon atë që të vetë disiplinohet, vetë edukohet, të ndryshoj atë rutinën e tij, e cila domethënë ndoshta një individ i cili është duhanpirës në jetën e përditshme, i mungon një cigare, ai edhe irritohet dhe reagon vrullshëm, ndërsa përgjatë agjerimit, edhe pse janë duhanpirës, ndoshta mezi e presin kohën e iftarit, mirëpo janë të vetë përmbajtur. Domethënë janë disa pika, nuk është që kemi shumë sqarime të thella, mirëpo janë ato të cilat secili agjerues i jeton dhe i di praktikisht. Njeriu i cili agjeron njëkohësisht bëhet edhe dëshmitar i edukimit të vet. Si luftohet apo si reduktohet hidhrimi, zemrimi në kohën kur një agjerues domethënë agjeron? Normalisht që duke marrë parasysh se secili agjerues fillimisht është besimtar.
Edhe ai kur fillon të bëjë agjërimin nuk është se fillon të agjeroj për shkak të ndonjë tradite apo ndonjë kulture, sepse i vetmi adhurimi i cili është komplet i fshehur është agjërimi. Asnjëherë nuk është asnjë njeri i sigurt se për tjetrin se agjeron apo jo. Agjerimi është shumë i fshehtë, mirëpo në vetë ngërthen shumë cilësitë të cilat pastaj manifestohen dhe shihen tek të tjerët. Një ndër këto pika është edhe ajo momenti i hidhërimit. Besimtari i cili me vetdije, me vetdëshirë, me bindje, me besimin e tij ka filluar të agjeron, ai e din se nuk kupton agjerimi vetëm abstenim nga ushqimi, por nuk kupton që ai të abstenoj edhe nga fjalët e këqija ose reagimet e tij impulsive, të frenoj vetën e tij në situata të ndryshme në të cilat ai para agjerim nuk ka ditur ndoshta të frenohet ashtu në atë formë. Domethënë duke u nisur edhe nga porositë profetike, nga versetet kuranike të cilat përcjellen dhe porosisin që nëse ne duam ta kemi një agjerim të plotë dhe të konsiderueshëm, ashtu siç duhet të jetë një agjerim, atëherë duhet të përmbahemi edhe nga zemrimi edhe nga hidhërimi. Pastaj mos të harrojmë që ecekëm në fillim që derisa jemi të rritur, normalisht që trupi nuk e ka atë energji dhe atë forcë që të merret edhe me gjëra në situata të ndryshme të cilat e lodhin dhe harxojnë nga ai sheqerin ose materie të ndryshme ushqyese të cilat i nevojiten atij për gjithë ditën. Që agjeruesi ndonjëherë edhe pani dinjton reagon për shkak të atij balansit të cilin e ka formuar për gjatë ditëve të agjerimit. Nuk është agjerimi vetëm një ditë, edhe është një paracaktuar, domethënë një muj ore, pastaj nëse ne përsërisim vit mbas viti, ne vetëm se dimë dhe e fitojmë atë shprehin, traditën tonë të agjerimit dhe pastaj dimë edhe si ti menaxhojmë të gjitha këto situata të cilat mund ta hidhrojnë, na zemërojnë ose kështu, për shkak që ta mbajmë të agjerimin tonë. Përveç kësaj pjese që përmendëm më herët në rolin që ka agjerimi në edukimin e shpirtit të individit, dua të ndalem pak edhe në rafshin social, për të folur në atë që gjatë muajit të bekuar të Ramazanit apo gjatë kohës kur një individ agjeron apo abstenon nga ushqimi, ai më shumë e di vlerën e atyre të cilat gjatë gjithë vitit mund të themi kushtimisht të agjerojnë, pra nuk kanë çfarë të shtrojnë në sofrat e tyre. Në muajin e bekuar të Ramazanit kjo ndjenjë bëhet pak më tepër theksohet, le të themi, tek të gjithë ne, por më shumë tek ata të cilët sigurisht që janë në një shtresë tjetër të shoqërisë. Sa dhe si duhet t'i ndihmojmë ata të cilët janë në nevojë dhe si të bashkëndjejmë me ata të cilët janë në nevojë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe si ndikon agjerimi që ne të jemi, le të themi, të bashkëndjerë në këtë rafsh bashkë me to. Normalisht që siç e thamë edhe më herët, në të gjitha sferat e jetës, agjerimi ka një ndikim dhe ka dhe përçon një energji ndryshe nga muajt e tjerë, investimet e tjera. Pikërisht momenti që ne jetojmë udhim dhe jetim, na bën edhe më empatik, edhe më të ndjeshëm për njerëzit të cilët ndoshta siç e the edhe ti, që ndoshta pa dashje agjerojnë për gjatë gjithë vitit ose edhe për gjatë një kohë më të gjatë, për shkak të pamundësive që ata të burojnë ushqim. Normalisht që kjo ndjenja e empatisë është e zhvilluar tek të gjithë njerëzit, mirëpo kjo bëhet edhe më e theksuar kur ne atë e përjetojmë në lëkurë. Dhe në momentet që ne jetojmë në një ambient, në një vend në të cilin normal që përfshihen të gjitha shtresa sociale dhe kemi edhe prej atyre të cilët ndoshta i kemi kaluar për gjatë ditëve të ndryshme të cilët na kanë kërkuar ndoshta moshë, ose kemi kërkuar, i kemi pa që janë në kushte të vështira, por nuk është zgjuar e ndjenja që ne do mos ndihmojmë atë person. Ndërsa gjatë agjerimit bëhet sikur një kërkesë obligative që ne me patjetër ta shuajmë urinë e tjetrit, sepse e dimë se përjetojmë edhe vetë se si është të ndjehemi në të uritur apo të jetur. Po ashtu edhe në rafshin social, për gjatë agjerimit, përveç që ne i ndihmojmë ata të cilët janë në një shtresë të themi më të ndihshme ekonomike, në rafshin social ne i shohim njerëzit të cilët janë më të afruar me njëri tjetrin.
Nuk ndodh gjithmonë që njerëzit të darkojnë dhe të thrasin në darka familjarë të ndryshëm, miq të ndryshëm, ndërka që gjatë agjerimit kjo bëhet edhe më e theksuar dhe kjo gjithashtu ndikon që domethënë ne të mos vrejmë ato dallimet apo të mos vrejmë ndryshimet të cilat i kemi me njëri tjetrin, pavarësisht në çdo sferë tjetër. Dhe kështu që në sofrat e pasura mund të ulet edhe një person i cili nuk i ka shijuar ndoshta ndonjëherë ato ushqime. Gjithashtu shohim shumë shpesh edhe organizime më masive të shpërndarjes së iftareve. Domethënë kjo është më vetëm se e pranishme të gjitha qytetet tona të Maqedonisë, po ashtu edhe në vende të ndryshme të botës, të cilat domethënë në muajin e Ramazanit janë shumë më prezente dhe më të shprehura, të them kështu, dhe kjo nuk do të nisë gjithmonë nga vetja, sepse secili individ në veten e tij ka përjetuar se si është. Po ashtu edhe duke nisur edhe nga ajo se kemi shpërblime të ndryshme për ato i cili jetë, në aspektin e arsyetimeve fetare, domethënë ne duhet t'japim pa mos e ditur, pa mos e treguar atë, pa mos e bërë shumë të madhe se çka kemi bërë, se i kemi ushqyer një individ. Domethënë kjo besoj që edhe më shumë i nxit njerëzit sepse shpërblimet në këtë formë dhe përposh këtij muajit janë ato motivi kryesor i cili njerëzit i nxit për të bërë këto vepra të mira, të cilat domethënë nuk janë që janë të pakta, po janë me të vërtetë të shumta. Dëgjojmë raste të ndryshme të cilët kanë sëmundje të rralla ose sëmundje të pashërueshme, po mblidhen fonde të ndryshme, po bëhen domethënë donacione të ndryshme në të gjithë sferat, po them në aspektin social, përgjatë agjerimit njerëzit janë më të zgjuar, do të them, më të stimuluar të ndryshojnë. Po. Përveç kësaj të kalojmë edhe pak në rrafshin psikologjik, në atë në të cilën dhe ju e keni si profesion. Gjatë kohës kur një individ është agjerueshëm, edhe sfidat apo vështirësitë e ditës i duken ndoshta më të lehta. Kjo nënkupton që agjerimi është muaji dhe i qetësisë shpirtërore tek njerëzit. Si mund të na sqaroni këtë? Megjithëse në pika të shkurta e thatë në fillim të emisionit. Asnjëherë nuk mund të themi të gjithë, sepse siç e thash edhe në fillim, agjerimi ka aq shumë për të thënë sa besoj që gjithmonë kur kapim një pikë për ta shtjelluar, mbetet akoma diçka pa e thënë. Në aspektin shpirtëror, normalisht që mund të përmendim edhe këtë, që përgjatë agjerimit ne besimtarët e kanë obligim që të falin edhe para Ramazan, domethënë para muajit të Ramazanit, namazet e tyre, të bëjnë adhurime të ndryshme, ndërkohë që përgjatë agjerimit këto adhurime biles duket sikur shtohen, bëhet mos edhe në falje e teravive, ndërkohë që besimtari po ashtu përkushtohet edhe në leximin e Kuranit, meditimin, domethënë ka disa momente të cilat ai gjatë muajve të tjerë asnjëherë nuk i shkon ndërmend që të bëjë, ndërsa në veçanti në 10 ditë në fundit kur edhe trupi më vetëm se është përgatitur, ka marrë atë përgatitjen, energjinë e durimit të cilën e duron tani më edhe gjumin për të bërë namaz shtesë dhe natën. Kjo qetësia shpirtërore, domethënë nuk lidhet vetëm me mungesën e ushqimit, por qetësia shpirtërore lidhet edhe me përkushtimin e besimtarit për adhurimet të cilat i praktikon në masë më të madhe gjatë muajit të Ramazanit. Domethënë këto adhurime ai nuk është që nuk i praktikon ndoshta pa qenë në Ramazan, mirë po mundohet thellësisht të përjetojë atë gjatë muajit të Ramazanit. Dhe arrihet ajo paqja shpirtërore e cila është thelbi, e cila është synimi kryesor i adhurimit, që njeriu të fitojë atë stabilitetin, paqen, qetësinë shpirtërore, një detyrë por domethënë të përfitojnë në të gjitha anët nga ky muaj i shejt, i cili përveç që ndihmon gjatë këtij muaji e disiplinon e edukon individin që me të njëjtat domethënë të vazhdojë ndoshta edhe pas muajit të Ramazanit, nëse ai normalisht e ka vendosmërinë që ta vazhdojë të njëjtën edhe pas muajit të Ramazanit. Po sepse edhe veprat më të mira janë veprat të cilët janë të vazhdueshme.
Edhe dua të kaloj tani në një tjetër problematik që gjithashtu është shumë e rëndësishme tek agjëruesit. Ekzistojnë individ të ndryshëm të cilët gjatë kohës kur agjërojnë dëshirojnë që vetëm të adhurojnë Zotin, të bëjnë lutje, adhurime dhe në rafshin tjetër, pra social, që përmendëm më herët, nuk duan që njerëzit e tjerë, duan që njerëzit e tjerë t'i lënë rehat. Pra, sigurisht që është shumë e rëndësishme lidhja me Zotin, por në anën tjetër ato harrojnë lidhjen me individet dhe krijesat e tjera të ati krijuesi. A duhet të veprojmë kështu? Nuk besoj që duhet të veprojmë kështu. Në fakt se edhe vetë Ramazani, tani të kthehemi në rrafshin social, për gjatë muajit të Ramazanit, besimtarët e dinë që Zoti ka shtuar edhe një pjesë të faljes, domethënë që është namazi teravive, dhe kjo nuk nënkupton që pastaj gjithashtu janë traditat e mira, të cilat japin dhe porosisin në forcimin e lidhjeve, apo rindërtimin e lidhjeve, qoftë farefisnore, qoftë miqësore, domethënë forcimin e atyre, ndoshta edhe përmirësimin e atyre raporteve të cilat për gjatë vitit ndoshta edhe janë përkeqësuar apo janë prishur. Domethënë agjërimi nuk ka synim që individi vetëm të meditojë, të adhurojë Zotin, të veçohet, bile të bëhet edhe në vrit në kohë të iftarit, sikur të tjerët ja kanë thënë që ai është ka agjëruar. Përkundrazi, agjërimi nuk duhet ta bëjë individin apo besimtarin jo produktiv, por ai duhet të bëhet edhe më shumë produktiv, edhe më shumë social. Duke marrë parasysh që këtë që e biseduam edhe më herët, që nxit edhe empatinë, edhe domethënë kujdesin për njerëzit të cilët nuk i kanë kushtet ekonomike ashtu siç i kanë ata vetë ndoshta, domethënë derisa po të nxit, agjërimi po të nxit edhe për shtresën e njerëzve që janë në nivel më të ulët ekonomik, po që asnjëherë ndoshta nuk i ke njohur më parë, po që ti detyrohesh në një farë forme, obligohesh që të kujdesesh edhe për ta, të ndash edhe me ta të mirat e tua materiale, ushqimet e tua. Atëherë as nuk diskutohet që kjo vetmimi apo përkushtimi vetëm në agjërim, përkushtimi vetëm në adhurime është diçka që është e nevojshme. Përkundrazi, biles kjo mund edhe të përzihet me atë që, domethënë mbas një urive fetare që i kemi, në 10 netshin e fundit preferohet që individi të bëjë më shumë adhurime dhe ndoshta të qëndrojë një kohë më gjatë në xhami apo në vendet e caktuara ku do të bëjë adhurime. Mirë po, këtu përsëri nënkuptohet që ai në xhami nuk është i vetëm. Ai në xhami përsëri është me njerëz të tjerë. Përsëri nëse ai tregohet i vrasë ose izolohet nga ata, nuk e arrin atë shpërblimin të cilin e kishte arritur nëse është bashkë me të tjerët. Domethënë, agjërimi nuk është një traditë, nuk ka qenë, njerëzit duhet të izolojë, që ata të përkushtohen më shumë në adhurimin e tyre. Përkundrazi, ai stimulon, domethënë gjithë muaji i Ramazanit, që është një muaj, stimulon njerëzit që për 30 ditë sa më shumë të vizitojnë xhamit, sa më shumë të vizitojnë njerëzit e tjerë, familjarët, miq, njerëzit në nevojë, domethënë të tregohen sa më bujar me të tjerët, sa më të mirësjellshëm. Domethënë nuk është një të themi një diçka e pëlqyeshme dhe as e pranueshme që përgjatë agjërimit ne vetëm se të mbetemi vetëm me adhurimet tona dhe vetëm me Zotin ton. Lidhja me Zotin gjithmonë është vertikale, qoftë ajo nëse jemi në grup me njerëzit, qoftë ajo nëse jemi ne vetë. Lidhja është gjithmonë vertikale, sepse ne edhe nëse falemi në grup me të tjerët, ne i lidhemi vetë me Zot. Domethënë ajo nuk ka të bëjë me atë. Mirë po, në fund ose në fillim ose në fund të namazit, përshëndetja, përqafimi, tregimi i hallit, ndihma për tjetrin, është ajo e cila e përcjell një besimtar për pas, domethënë, faljes ose para faljes së namazit, që domethënë kujdesi për të tjerët është shumë i nevojshëm. Megjithëse folëm në lidhje me atë që se si ndikon agjërimi në shëndetje dhe në shëndetin mendor, cila do të ishte ajo porosia ose këshilla juaj si profesioniste e këtij drejtimi, pra e psikologjisë, për të gjithë agjëruesit, për të gjithë njerëzit të cilët abstenojnë nga ushqimi për një kohë të caktuar dhe njëkohësisht ndoshta në anën tjetër duhet të kenë edhe sjellje më të mirë dhe të kujdesen edhe për shëndetin e tyre mendor gjatë kësaj kohe. Normalisht që gjithmonë bëhet kjo, tani këtu nuk e përmendëm se gjithmonë ne për ta vepruar, për ta bërë një punë, kemi nevojë për përvojë, apo fillimisht kemi ato vështirësitë, problematikat dhe gjithmonë ekziston një ndonjëherë
ndonjë moment të themi u dorëzova, po dështoj ose diçka e tillë. Njerëzit të cilët i kanë agjërimin, domethënë fillestar, që kanë muajin që vetëm se po fillojnë të agjërojnë, normalisht që mund të hasin edhe në këto vështirësi. Mirë po me kalimin e kohës, me kalimin e ditëve të Ramazanit, njeriu po fiton shprehi. Edhe për të fituar shprehi, mjaftojnë vetëm 21 ditë që një cilësi, një punë që e bën të bëhet e lehtë dhe e pranojshme për individin, po ashtu edhe rutinore të themi. Pastaj, nëse një person ka agjëruar, tani jemi 18 ditë, 19-ën, po e fillojmë 18 ditë dhe ka bërë këtë përvojë në agjërimin e tij, normalisht që tani ai ka shumë më të lehtë, edhe të jetë më i vetëpërmbajtur, edhe të jetë më i disiplinuar, më i përkushtuar në të gjitha adhurimet. Pastaj gjithashtu gjatë agjërimit unë dëgjoj dhe e di se ka shumë raste të cilat domethënë mendzi presin agjërimin dhe kur po fillon kështu të përfilloj, si po na shkon se po na humb rendi. Domethënë ai rendi, ai rregullin të cilin po e sjell Ramazani, ne e duam dhe sikur mendzi kemi prutur. Edhe kështu që ajo për cilën unë porosis dhe gjithmonë e diskutojmë edhe me klientët edhe me kolektivin edhe me të gjithë që disiplinën të cilën e marrim përgjatë muajit të Ramazanit është shumë e nevojshme që ne ta vazhdojmë edhe pas muajit të Ramazanit. Nuk është vetëm një muaj, ky muaj është me të vërtetë për të edukuar, për të vetë disiplinuar, për të arritur më të mirën nga vetja, mirë po nuk nënkupton që duhet të përfundojmë këtu me ditën e Bajramit. Normalisht që ditën e Bajramit e prishim agjërimin dhe ham baklava, ndoshta më tepër se sa që duhet, mirë po kjo nuk nënkupton që prej të nesërme ne prapë do të vazhdojmë pa një rregull, pa një rend, pa një kujdes ashtu që kemi pasur gjatë Ramazanit për veten, për adhurimet, për shëndetin, për ushqimin, për gjithçka tjetër. Domethënë, nëse ne dimë të marrim më të mirën e mundshme prej agjërimit, atëherë le të jetë kjo të marrim shprehit të cilat fitojmë gjatë agjërimit, të marrim gjithë ato pikat ne i kemi pasur ndoshta shumë të vështira ti përmirësojmë përgjatë muajve të tjerë, ndërsa përgjatë agjërimit, siç është durimi, siç është vetë kontrolli, vetë përmbajtja, të njëjtat tim varti me vete dhe pas agjërimit, sepse siç e the ti, vetëm më të mira janë ato të cilët janë të vazhdueshme, ndërsa kjo është vetëm se kolla më e mirë mundshme që mund ta bëjmë, domethënë për një muaj rresht, që ne të dimë të vendosim veten në disa korniza të cilat i kemi tamam. Domethënë sikur ato këpucet, as më të mëdha, as më të vogla, por që i kemi tamam për veten tonë, dhe në këto korniza me siguri që do të ndihemi mirë përgjatë gjithë vitit dhe gjithë jetës. Normalisht që jemi qenja njerëzore dhe mund edhe të ndryshojmë shumë nga këto veti, mirë po Zoti e ka ditur që ne jemi aty që harrojmë, prandaj edhe nuk kemi ardhur me kemi Ramazanin tjetër, kështu që me këto përsëritje do thoj që ne gjithmonë do ta mbajmë veten në formë. Ajo për cilën është gjithmonë më e nevojshme është të them disiplina. Disiplina të cilën na ofron Ramazani, të cilën secili besimtar mundohet që ta përmbahet, nëse vazhdon edhe pas Ramazanit, mendoj se kemi kryer shumë punë. Atëherë do ta menaxhojmë edhe ankthin shumë lehtë, edhe stresin shumë lehtë, edhe vështirësitë apo ngatjesat psiqike të cilat na vijnë përgjatë gjithë ditës, ose rutinën të cilën ndoshta e kemi shumë ngarkuar edhe për Ramazan, edhe pas Ramazanit ose para, po që e shohim që në Ramazan disi po menaxhohet shumë më lehtë se sa pas ose para, kështu që nëse ne dimë t'i mbajmë këto shprehi, mendoj që kemi kryer atë misionin tonë të cilin e kemi pasur për ta marrë në aspektin psikologjik në Ramazan. Shumë këshilla të bukura, shumë fjalë të bukura, dhe unë nuk besoj që do të kishte porosime të bukur përveç kësaj që përmendet ju, që të jemi kaq të mirë dhe kaq të edukuar edhe pasi të mbaroj muaji i Ramazanit, pra gjatë gjithë vitit. Ne u falenderojmë edhe një herë përzemërsisht për kontributin që gjithmonë e jepni për emisionet tona për tema të ndryshme të natyrës psikologjike, kësaj radhe një temë pak më ndryshe. Faleminderit që elaboruat një temë kaq të rëndësishme, siç është agjërimi në prizmën psikologjike, dhe për të kuptuar bashkë se pse agjërimi është recetë hynore. Falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe nga ftesa. Shihemi inshallah prapë në emisionet tjera. Faleminderit shumë edhe juve.